Gjithmonë e kanë një bashkimin. Gjithmonë na kanë mësu si bashkimi është grushti I funit, jo në mikut. Porosia jame për ju gjeneratët e reja është kjo. Po bashkimi I popullit nuk o pika shiut, më rapi qili. As fije barit me linë për tukë. Bashkimi I popullit bëhet që të 4 pika. Besim, anasjeltas, drejtësi, anasjeltas, moral edhe punë. Se cila ku I ka ato të mirat e veta edhe I ka të ligat e veta. Se cila ku. Se tër jeta e kësaj bote është e krijuar në 2 pjesë. As nuk është e krijuar vetëm negativ, as vetëm pozitiv. Po është e krijuar negativ edhe pozitiv. Edhe se cila ku që vjen, I ka të mirat e veta edhe I ka të këqijat e veta. Pra e ka negativin edhe ka pozitivin. Atëhere, jënë konë populli matë pashkollum, matë papunësum. Jetën e kanë pasë vetëm me blegtori edhe me buqi. Shumë pak jënë konë të arsimu. Për shembull, unë e moj men, në 60 senje, 1960 e kryte djeqaren. Për shembull, kur e kom kryu në 8 vjeqaren, krejt në shushit edhe nuk që tu nuk I di 4-5 arsimtarë, që jënë konë tunë, për shembull. Jënë konë pashkollum, veç me gjan, o konë jeta edhe me buqi, për shembull. Tu bimet jënë konë atëhere matë mloja, matë mira, jemi bashkue, dasmat për shembull, oni shtunën promje, jënë thirë kryshqit, jënë mbledh filxonat, jënë mbledh tepsijat, jënë mbledh sinijat, jënë mbledh... Me kongatare, me defatore. Me kongatare, me defatore, me krejt. Kemi dhejt dektëra një sahatit, notës. Një sahatit notës, o konë njeri aty të dera, ka nejt me I morë ata kryshqia, ata krejt me I qune për soba me flejt. I ka qune për soba. Ju kemi qitë atjerë kur jemi shku në për soba, naj kafra, naj sherbeta, diçka, naj mulla, naj tepsi darla, diçka. Po, kemi pas. Petla bësa notje për kaftjallë. Notje, petla, me pekmezë, me mjolte, me djathë, me shka kemi mujtë. Edhe I kemi prue apet këtu. Jemi bogati, jemi pregadit, tana shemi shku me morë nusen. Gjithë zakonisht, mas dite jemi shkue. Pe 12 sati anena, 1 sahati jemi nisë, jemi shkue të miku, e kemi morë robin, e kemi prue. Apet e kemi vazhdue dej 1 sahati me kongatare, me qata qëtu. Apet I kemi morë në përkonoqe. Ti e kem rri ma mirë atë kohën kur I kanë shu atë lartë. Po. Ka pas edhe atë lartë, atëre me shalë, me hipe, me shkue. Kanë bo gara, cili për deli pari. Kanë qitë shaj, besaj moj men kur kanë qitë shaj. Me dhra shajnë, që sta që shin kërën për dhra shajnë. Dhe jënë konë mirë, që për para, për shembull tejten, jënë shku gratë tënë, na gratë e ma halë që jënë shku kanë të luë, mo që jem, tejten. Edhe gjumon jënë shku jënë pregadit, me I morë, jemi shku e kemi morë kaj kerdruja, kemi pru atina dhe të dasme tonë, jemi shku në Maltinave, jemi shku me ki, me kuale, ja kemi pru drut. Do më thonë krejt, me kojshi, me kojshi. Gratë jënë shku e kanë të luë, gjumon, shtunën jënë pregadit, jënë shku magjetorët me gatue, 2 magjetore, 3 magjetore gatu si bukë këllëvo që nënë stëp ato të gatue, s'kujtë që të gatue. Shka pas atër me tarë prej atje kuhine. Ditën e devonit që ashtu o bo, deka gjysa ditë edhe jemi shpërdo. Jënë konë shumë ma mirë se tash. Pse po thëmë? Ti më përqel pak e vlerëson. Pse po thëmë jënë konë ma mirë? Pse tash ndosma të sudit, 2 gjenerata, matë mirat, shpisë robit që kemi, nuk për thirën ndosëm. Isuf, plesht edhe fëmija. Atëhere jënë thirë edhe plesht edhe fëmija ndosëm. Edhe o konë knaqësi, dhe ishin me fëmije, me kretë. Ta është jo thirët një burë një grupë,
që ata që janë ma të ri pak ma të fort, plesh duhet me nejtë të shpia, flia duhet me nejtë të shpia. Plesh kanë nevoj më dalë pak e më pa dikon e me... Shka me po plesh me fri, pa buk, pa shatë të tëke që ata shpojnë hotel atje, hajnë buk e ku gjo. Edhe thmija mi qunë dasëm gëzohen. Këcene, lune, E neja atëre jënë botë tëna, o da o konë gjithë shka, o konë shkollë, o konë të nëdë, të në senet që jënë mledhë. Na thojmi kur është të bimi, aty shprehen të në nevojat e në popullit, gjithë cili i që pësërim ato nevojat e veta, edhe në qatë të bim, o shqit ljopa, o shqit vici, o ble senet e jënë qitë senet, kush ka me shqite, kush ka me ble, kush po shetallë, kush ka i shime, kush ka të në detet, jënë kajt dirë të do më thonë të popullit. Edhe kur kemi pas, për shambull, nga të resa, që aty jënë seka, jënë bo pajtime, jënë bo marime. Do më thëmë puna, oda i ka kryt tëna. Krejt, oda i ka kryt. Edhe në pramje bësa mazdarke, jemi mbledh, e kemi lujt kapuqa, kem kënuë, kem... Do më thonë edhe kjo konë një punë e mirë që loja e kapuqave nuk o konë vesh loj, po i ka bashku. Ko i shillakun e katunin e miqësine, jënë afru njerëzit e jënë njofte, kanë lujte, edhe jënë knaqe, kanë knu bësa dhe jënë konë ma dërushëm. Kongë të kapuqa, kogja kanë kapak dë fjallë. Jo të mira, po nuk e lidhnu se është loj. Loj është, ja. Ska, loj këtë hesh nuk ka i dhim. Te pjesa po ka najt nga për oda, po dije që gjithë dikush ka dalë me naj mendim kund, dërsa me diçka ose ka ndodhë që nuk s'kan mujtë bashkë gjithë me ashelu. Që shën konë ato meselet, për shka janë përdorë, që shë i kanë qitë ato, a o du më konë heq i mesëm njëri për një qitë meselet e morrej bashku duhet? Po, meselet kanë shërby që në mënyrë indirekte mi thonë dikuj diçka për një gabim që e ka bon, do më thonë, mos me morë vesh krejt oda e mos mu prish oda ty ata mu fjallos me zveti, po me mesele ja kanë gjujt njoni tjetrit. Edhe ata kanë kuptu çka o të i thonë. Do më thonë edhe oda ka pështu mirë pa u qarë, do më thonë, edhe ata ja kanë thonë njoni tjetrit ata çka kanë dashtë. Basi bishe dhe në ma mirë, e kam rrini koha më të hershme. Ma që bish pyat, kujtuat në një për meselë, diçka interesant, që të karon vesh e kanë thonë plesht, për naj kanë ose naj kurse si ka mujt mi kuptu këto, naj plak që e ki njoft, ti vetë që ka ditë më kalëzu meselë të mira. Po, bas meselet, une gjatë jetës teme, kum pas qef me bo gjithmonë e jetën, muhabet rafshit. Një muhabet që ka frut për popull që ep rezultate pozitive. E gjithmonë e jetën, une e kum pas qëllimin, jo me bon nga tresa i dhime, ose për qamje, ato mu më kanë hongër. Kum pas qef gjithmonë me bon laf në bashkim, me drejtësi, rahmoni me bon muhabet. Me afru popullin. Rahmoni me bon muhabet. Noda, na s'kemi pas, na jemi konë pa shkollum, unë sash, në voni tash, si po dijet kur jemi shkolluar. Na jemi konë pa shkollë. Edhe atëhere, ti ke nejt me njerëzit që jënë konë të meshëm, jënë konë shkollum, për shambull, pak ka pas, po jënë konë të meshëm. Ku ka të meshëm me përvoja, me pleshni, me të nejt, me të rifar njerëzit, kem nejt atëhere konë neja, edhe kanë pësue. E gjithmonë e jetën nuk ka gjo ma mirë se me bo muhabet rafshit në bashkim. Edhe në vazhdim. Se bashkimi i popullit jënë të natë mirat e popullit.
Po, për mu bashku në popull, duhet me i pas katër elemente kyçe që janë. Besim, drejtësi, moral edhe punë. Bashkimi i popullit, se ton çka ka pas njerëzi me dietarë, me shkrimtarë, me historionta, e me doktor, e me hoxhallar, e me këtë çka ka trungu i dijes, gjithmonë e kanë lyp bashkimin. Gjithmonë e kanë lyp bashkimin. Gjithmonë na kanë mësuar si bashkimi është grushti i funit, jo në mikut. Po bashkimi i popullit nuk o pika shiut, më rapi qili. As fije barit me linë për tuke. Bashkimi i popullit bëhet që të 4 pika. Besim, anasjeltas, drejtësi, anasjeltas, moral edhe punë. Me punë më rrihen këto 3, edhe me punë mahen këto 3. Kush është një forcë që të shtynë ty me bo bashkëpunim me mua kur së më beson? Cila forcë është ajo? S'ka forcë që të shtynë me bo bashkëpunim me mua ku nuk më beson. Apo, cila forcë të shtynë me bo bashkim me mua ku nuk më drejtësi, tajteje. Apo, nuk më moral. Apo, jo me i papuntur. S'ka forcë. Pra, bashkimi është gjithçka. Po me arë të bashkimi, na duhet me konë besu shumë njënit a tjetrit, drejt njënit a tjetrit, moral shumë njënit a tjetrit, edhe me konë punëtor, me i punu qëto, me i fitu qëto me punë, edhe me i mojt me punë, se s'marë me fjallë tu. Edhe më lëshu pen njënit tjetrit ka. Mërmenja, më lëshu pen njënit tjetrit, qka? Se tashti na flasim, flasim këtë gjuhën tonë popullore, për shembull, sabri, durimi. Na thojmë, durimi është me Zotin. Tash, durim, kur ti nuk më bon mu kur gjo, unë s'kam çka me duru ty. Për çka lypet durimi? Durimi lypet kur ti ma bon një të kuri negative mua, diçka ma bon një të kese, diçka e që aty të duroj unë e ty. Që aty të boj sabër, që aty lypet durimi. Se durimi ti kusht ai nuk është durim, ai s'ka. Pra durimi duhet, durimtar, duhet durimi, sabri, është për qita. Një njeri kur ta bën një të keqe, se nuk duhet me ju bo krah që asaj të keqes, me vazhdu atë keqen. Na jemi të detyruar të keqen e vogël me eliminue, e jo me rrit. Ti nëse nuk e duron, edhe nuk i bo sabër, ti rrit ato. Edhe shkon ajo t'ju rritë, t'ju bo dhe të botë në thresë. Porosia jame për ju gjeneratët e reja është kjo. Ju uroj shëndet të plot, suksesin punën e marteshme, jetë gjatë. Ja u du të miren, kushtet e mira i keni, ju që ka e kom fjallën për 3 kushtet e mira i keni, në krasim me shfare jemi shkollu na e qështë kemi jetu na e qështë jemi kontë me shkolla me sene, ju jeni si kuna atëherë moti fëmija doktorve nuk ju në konë, qështë i keni kushtet ju sot. Edhe ju uroj qëtu, edhe mësime me shkue, me punue, me shkollue, me smulazrue, mu rupi dekurive negative, që si kemi këto dekurit negative, ju i dini ma mirë se na cilat janë, ku e kom fjallën, mu rupi atyne, i keni kushtet e mira, mi u kap dijes, mi u pa shkollës, se nuk ka kur gjo jetë për pa arsim, edhe për pa shkollë, edhe për pa dije.